Mirëmëngjesit, meqense procesi zgjedhor i 11 majit tashmë ka përfunduar, vlerësojmë që nga ky moment në vim është koha për të reflektuar në përgjithësi mbi gjithë problematikën e këtyre zgjedhjeve, çfarë ka shkuar mirë dhe çfarë ka shkuar jo mirë në atë proces. Natyrisht që në ditët në vim, besoj të gjithë ata aktorë të cilët politik dhe institucional janë përfshirë në procesin zgjedhor, do të kenë rastin për të dhënë mendimet dhe gjykimet dhe vlerësimet e tyre në lidhje me këtë proces zgjedhor dhe ajo çfarë ngelet më rëndësishme, çfarë do duhet të adresojmë me qëllim të përmirësimit administrimit zgjedhjeve të ardhshme. Pak kohë ka kaluar nga momenti kur janë zhvilluar këto zgjedhje, por gjithsesi ky proces zgjedhor, po dhe zgjedhjet e para këtij procesi zgjedhor, ato për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023, zgjedhjet për kuvend të vitit 2021, në mënyrë të arsyetuar ne na nxisim për të sjellë në vëmendje të politikës në përgjithësi, por në mënyrë të posaçme të kuvendit të Shqipërisë, i cili pritet të konstituohet në këtë fundjavë, disa prej aspekteve të cilat ne mendojmë që do duhet të vendosen në agjendën prioritare si të politikës në përgjithësi, po ashtu edhe të kuvendit të Shqipërisë. Natyrisht që çështja e integrimit në Bashkimin Evropian është prioritet absolut, jo vetëm për majorancën dhe për qeverinë që do të krijohet, por patjetër edhe për kuvendin e Shqipërisë. Por gjithsesi në kuadër të kësaj agjende, unë vlerësoj që do duhet të adresohen shumë çështje që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve. Duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me aspektin administrativ të këtij procesi, por edhe çështje të tjera të cilat në mënyrë ose në tjetër lidhen me standardin e zgjedhjeve. Vlerësoj që do duhet në kuadër të një reforme reale të plotë të vërtet, parti politike shqiptare si ajo shumicës qeverisë, ashtu dhe ato të opozitës, të rikonsiderojnë në kuadër të reformës zgjedhore, çështjet vijuse. Pikë së pari, nëse ajo çfarë do të listoj nuk ka respektuar kriterin e prioritetit, është ajo që ka të bëjë me organizimin e komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta, përbërja vetëm partjake e këtyre komisioneve, tashmë qartësisht ka treguar që është një dështim, le ta themi kështu, për sa i përket administrimit profesional dhe integritetit të procesit zgjedhor. Do duhet të rikonsiderohen në mënyrë radikale rregullat që lidhen me financimin e partive politike dhe të subjekteve zgjedhore, ka nevojë për qartësi dhe plotshmëri në këto rregulla, për sa i përket raportimit financiar, fuqizimit të kompetencave të KQZ-s për shqyrtimin dhe verifikimin e raporteve financiare, rregullat për financimin e palëve të treta pjesëmarrëse në procesin zgjedhor. Kjo është një aspekt tërësisht i parregulluar në legjislacionin shqiptar dhe eksperjenca e këtyre zgjedhjeve, por edhe zgjedhjeve të shkuara ka treguar dhe ka konfirmuar nevojën për të adresuar tashmë këtë çështje. Do duhet të rikonsiderohen rregullat që lidhen me fushatën elektorale në të gjitha llojet e mediave, shto këtu edhe fushatën në rrjetet sociale edhe në internet. Janë dy aspekte të cilat sot gjenden tërësisht parregulluara në legjislacionin shqiptar. Do duhet të rikonsiderohen rregullat që kanë të bëjnë me sjelljen dhe veprimtarinë e institucioneve publike dhe të funksionarëve publik në një periudhë të caktuar përpara datës së zgjedhjeve. Veçanërisht zgjedhjet e fundit, mendoj të paktën në gjykimin dhe në vlerësimin tim, por edhe në atë se çfarë deri tani pasurojnë raportet e vëzhguese ndërkombëtar po dhe të atyre vendas, do duhet që të kemi një përcaktim më të plotë dhe më të qartë mbi kufit e veprimit të institucioneve publike në këtë periudhë, e cila do të përcaktohet si e rregulluar në rastin
e sjelljes së vazhdarisë institucioneve publike. Do duhet ta kemi të qartë kufirin ndërmjet detyrimit dhe të drejtës së tyre për të zhvilluar veprimtarinë në përputhje me parashikimet e ligjit dhe kompetencën që ligji ngarkon këtyre institucioneve, me angazhimin e tyre, ndalimin për të angazhuar të këtyre institucione dhe përfaqësuesit të tyre në veprimtari elektorale. Personalisht vazhdoj të mendoj që në këtë çështje, të paktën për sa kodi zgjedhor përcakton sot, gjërat kanë shkuar më mirë se sa krahasuar me zgjedhjet e shkuara. Të paktën për qoftë edhe për aspektin formal të sjelljes së këtyre institucioneve apo funksionarëve publik në raport me procesin zgjedhor. Do duhet të konsiderohen rregullat që kanë të bëjnë mbi mënyrën e votimit, do duhet përfundimisht të vendosin do të zgjerojnë votimin elektronik apo jo, apo do të përdorin teknologji të tjera që lidhen me mënyrën e votimit në qendrat e votimit. Do duhet që politika shqiptare të vendosi shpejt në lidhje me këtë çështje. Nëse dakordsohet për të zgjeruar votimin elektronik, ky vendim do duhet të merret sa më shpejt, pasi nëse zgjerimi i tij do të përfshijë thjesht gjithë njësitë zgjedhore, si ato për zgjedhjet për kuvendin ashtu dhe për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore, koha që duhet për ta përgatitur këtë proces nuk mund të jetë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj apo 4 muaj. Personalisht jam ides që ka vend paktën për disa njësi zgjedhore me numër të madh votuesish që të aplikohet votimi elektronik. Në aspektin teknik që ne aplikojmë, mendoj që kënaq interesat e të gjitha palëve që lidhen me qoftë me eficiencën, po ashtu edhe me integritetin e procesit të votimit. Dhe në çdo rast do duhet të mbajmë në vëmendje kostot që lidhen me këtë proces, raport me domosdoshmërinë e kësaj mënyre votimi. Numërimi, ngelen një çështje që do duhet të rikonsiderohet, do të vazhdojmë kështu sikurse e kemi këtë proces, pra do të vazhdojmë të numërojmë në mënyrë të përqendruar, apo do t'i kthehemi numërimit në qendrat e votimit. Personalisht mendoj që ka ardhur koha që t'i kthehemi numërimit në qendrat e votimit, por natyrisht do duhet të marrim në konsiderat edhe disa aspekte logjistike, infrastrukturore dhe organizative nëse do të shkojmë tek numërimi në qendrat e votimit. Por kjo vlen edhe për rastin nëse do të vazhdojmë të numërojmë në mënyrë të përqendruar. Kështu sikurse është organizuar ky proces, për gjykimin dhe vlerësimin tim është jo profesional, që mos zgjedhjet e fundit treguan që ka probleme që lidhen me transparencën, me saktësinë e këtij procesi, ndaj do duhet që të aplikojmë masa shtesë të karakterit logjistik, infrastrukturor dhe organizativ të tjera në rast se do të vazhdojmë të numërojmë në mënyrë të përqendruar, duke garantuar eficiencë, transparencë dhe patjetër dhe integritet të këtij procesi. Do duhet të rikonsiderojmë rregullat që kanë të bëjnë me ankimet zgjedhore, ka nevojë për të qartësuar dhe për të plotësuar rregullat që lidhen me kompetencat e organeve administrative dhe atyre gjyqësore që përfshihen në këtë proces. Personalisht mendoj që në instancë gjyqësore do duhet të mos jetë më kolegji zgjedhor ai organi i cili i shqyrton ankimet zgjedhore, mund të jetë gjykata administrative e zakonshme, ose e shkallës parë ose ajo e apelit, apo dhe gjykata e lartë. Për momentin, për këtë nuk di të them, por nuk e shoh me dobi që në kompetencën gjyqësore të shqyrtimit të ankimit të vazhdoj ta ketë kolegji zgjedhor. Mund të ishte një zgjedhje, mund të ketë qenë një zgjedhje shumë e mirë në fillimet e saj dhe diçka më vonë, por mendoj që sot jo. Gjithsesi, në këtë kuadër mendoj që ka nevojë për të parë edhe organizimi dhe funksionimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të vazhdoj të ngelet kështu sikurse është, nëse do të vazhdoj kështu, do duhet të rikonsiderohen kompetencat e secilës prej 3 trupave të
përbërësit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Komisioneri Shtetëror për Zgjedhje, Komisioni Rregullator dhe KAS-it. Për sa i përket votimit nga jashtë, ka nevojë bazuar në eksperiencën e parë të zhvillimit të këtij votimi, të rishikojnë rregullat që kanë të bëjnë me mënyrën e votimit, do të vazhdojmë të votojnë, domethënë të jepet mundësia për të votuar nëpërmjet postës, nëpërmjet internetit, nëpër qendrat votimit posaçme që mund të ngrihen, në përfaqësitë tona diplomatike e të tjerë, por do duhet të diskutohet edhe për këtë dhe njëkohësisht do duhet të diskutojmë sepse ka qenë ky debat në lidhje me atë se si do të llogaritet dhe ku do të llogaritet vota e votuesve nga jashtë. Tashmë ky proces u realizua dhe besoj që nuk do të ketë kthim mbrapa. Kam dëgjuar disa që thonë që ky proces nuk ka nevojë të zhvillohet, ata votues nga jashtë të vinë në Shqipëri, kostot e tjera si këto. Personalisht jam kundër, por do duhet të rikonsiderojmë, sikur se thash, rregullat që kanë të bëjnë me mënyrën e votimit dhe të llogaritjes votës së tyre. Ka ardhur koha, ka kaluar koha që të krijohet mundësia për votuesit të cilët nuk mund të dalin nga shtëpia për të votuar. Është e papranueshme për një vend i cili në pak vite do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian të mos krijojë kushte për votim për ata të cilët nuk mund të dalin nga shtëpia. Për këtë kategori tjetër e cila nuk ka mundësi të votojë për arsye ligjore në ditën e votimit, përfshi gazetarët, përfshi punonjës policisë së shtetit apo të tjerë të cilët për shkak të detyrës nuk mund të paraqiten në qendrën e votimit. Dhe nëse nuk gaboj, sepse për këtë nuk ka shifra të sakta, po përfshi edhe kategorinë e punonjësve të tillë, pra gazetarë, punonjës policisë së shtetit e të tjerë, janë rreth 60.000, diçka më shumë votues, të cilët nuk mund të votojnë. Edhe është ironike, ne sidomos tashmë pas zhvillimit të zgjedhjeve të votimit nga jashtë, u krijoi mundësi atyre që banojnë në Amerikë, në Zelandë e Re, dhe në një pallat dikush, sepse nuk ka mundësi të dalin, nuk shkon dhe gjithë komshinët e tij shkojnë për të votuar. Kjo çështje do duhet të adresohet në mënyrë urgjente në kuadër të ndryshimeve të mundshme të legjislacionit zgjedhor. Do duhet të shikojmë për rregullat për organizimin e referendumeve. Kjo është një çështje për mendimin tim parësore. Ka përcaktime dhe rregulla kushtetuese në lidhje me zhvillimin e referendumeve, por nga pikpamja ligjore, kjo e drejtë kushtetuese e qytetarëve shqiptar nuk është e rregulluar. Mendoj që kjo çështje duhet të jetë prioritet absolut për partitë politike. Mendoj që ka vend për të riparë rregullat që lidhen me shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve, si dhe me kohën dhe procedurat e konstituimit të Kuvendit të Shqipërisë, si dhe të organeve të qeverisjes vendore. Ligji për partitë politike është një ligj i cili ka nevojë për ndryshime radikale për sa i përket organizimit, funksionimit të partive politike, financimit të tyre, pjesëmarrjes së tyre në procesin zgjedhor, penalitete dhe sanksione që do duhet të vendosen ndaj këtyre subjekteve kur ato nuk përmbushin ato kërkesat e ligjit. Pak a shumë kjo është një listë, ka dhe aspekte të tjera të karakterit fare teknik të organizimit dhe të administrimit të këtij procesi zgjedhor, por këto ishin rreth 13-14 çështje të cilat mendoj do duhet të jenë në agjendën e një reforme zgjedhore të ardhshme.